apo një është rahata, nuk po të folje për fshisa, po të folje për lirikën. Të punu në qatë drejtimi. A është mërë që këtë zotri Shaban? Po, ku ka valla? Zotri Shaban? Po? Jam e Minja, shoqja Lirikës. Nuk po një, çka po dën? Zotri Shaban, të posh edhe nuk unolla kot. S'po mëj pa të thonë. Folë bre qik, kush je, çka po dën? Lirika nuk është mirë, zotri Shaban. Aja nuk është më punë e jemja. E di çka ka ndodhë me saj edhe Ardionit. Po ka sene që nuk nolën të letra e divorcit. Na u ka bo boll dëm. Na është bo boll turp. Turpi, s'po e mbon gjallë, zotri Shaban. Ai po jeton keq, shumë keq. A ka buk? Po, A ka shtëpi? A ka kul mbi kry? po. Me vështërsi. Atëhere, s'është fundi. Këtë po më thonë që po punojnë, deri sa do më zhgënjen. A din çka është kjo? Po e di ftyrë. Thik. Jo, kjo është koha. E kjo koha ju të duhet për me u shpenzu. Nuk u nejtë bash dur kryq. Jo, për 2 javë u du bële me morë lajmë, si ku mjafton ato pale të majme. Veç që për me pas nga të vetit a qikë. Unë nuk ta jepa besimin tam, po t'jepa palet. E besimi bletë veç një herë. Ftyrë e di, po situata është kompliku. Gjithmonë komplikohen këtë punë, kur janë nisë për mu lidhë emocionalisht. Veç mos vuj që po bashkë e butë, pra. Jo. Mirë, vëshdije që butësia mune për me kushtu shumë shtrajt. Ku është Lirika? Është këto, Ku këto? në qytet. Mos me shkurto fjallë të kalrinë sa në mëj për me ti shkurtu opcionet. Ti më ke thonë që është e vetme, pa familje dhe nuk ka as pak mbrojtje. Tash po e shoh që pas ka fillu që mu qu. Aja po dyshon. Këto qenë ka ketë probleme, kur njëri fillon për me dyshu ose merr vetën ose zhduket. Unë jam ka mënuna me bindë për me ikë këtu. Veç më së mënot se kjo nuk është marrëveshje heq. Është shtatëzon. Çka pa thu? Lirika është shtatëzon, zotri Shaban. E marë zëq. A është i Ardionit? Po, He, zoti ma. Pse s'ta ka thonë neve? sepse ka frikë. Jo prej juve, po prej krejt botës. Frika? Aja gjithmonë ka pas. Zotri Shaban, ajo nuk po lyj pas pore,
As lëmush, vesh mos me lun vetë. Nëse kemi largu, aja u largu vetë. Qysh ka dashtën? Me tratu djalin tema? U largu, po s'ka ik. Ka gabu. S'ka ku me shku ma. Fëmi? Fëmija është amanet. Po, dhe aja amanet, po rritet me frikë. Po familja jem, e familja e Lirikës, e fjallët e botës, çka kanë me thotash? Fjala e botës, Zotri Shaban se rrit fëmijën. E as nonën. Ti nuk e din, sa herë i kom ha Lirikës. Masë thy Ardianin, i kom thanë, masë hup shpinën e shtëpisë. Tash është koha me po çka vlen ajo fjallë. Ajo Lirika, apo e mbarë fëmin? Po, edhe pse krejt po munohen mja morr atë vendim. Atëherë, ajo është shumë ma afor se që kemi menune. Po, veç nuk është e mbrojton. Ka i herë Zotit ta qelë rrugën, atu ku e ke mbyllë vetë. Hajde në shojnë këtu. Këto pari ke marrë me ma sjellë vajzën. E jo me mi sjellë arsyet e tua. Më duhet edhe pak ko. Jo. Ta shiki di rrugë. E para mi këven këtë parit, ose e dyta e sjellë vajzën. Ajo është shtatzan. E di, a më bash këti ti. Eve frikën, eve barkën, këti ti. Pas ra, eve të di që pëton që për me u rikëvëjtë i shburë, këti ti. Atëherë për deshi që kjo punë është ma delikatë. Për ty është delikate se për mu nuk është as pak. Unë nuk po e blej mëshirën, po e blej veç kontrolin. Po nëse refuzon, Atëherë, refuzime, ko me pas shumë pasojat maja. po fëmija, Mos ma përmenet fjallë. Ti kiko, deri të përëmben në mramja. Ose paret, ose Lirikën. Dhe Kaltrin, nëse të ndan me ikë, ose me mbo budal, aja s'ka me pas mo as një zgjivje të vetme. Atëherë Zotri Shaban mos e mboni dirën e mbyllur. S'po di çka me bo. Mjafton, mos mja kthy shpinën. Mos gabo mi tha që m'ke taku, Pse? sepse edhe nuk jom gati me fol, po jom gati me menu. Kjo mjafton për sot. Fëmija ka me nërru gjithçka. Po, veç pyetja është, a është për të mirë apo për dhimbje?
Se di bre diçka pritova sa të me dalë një qfar dite pa lidhje. Qëto vëllaj veç vet jam, po këshyri televizor, pas në nevoj se të pak me pushu. Ti, që shpo kalan? A mujte me kryna i puna na i sana? Po, de po. Hajtë se buhet mirë më stani. He, më falë veç pak se e kam dikon të dirë, ata këshyri kush po vjen. Hajde në dëgjomi të marë për pak tani. Po? Kjo është banesa Lirikës. Po, Lirika nuk është këto. Aha. Unë jam Shabani. Shabani? Bjerri i Lirikës? Ish vjehre Lirikës. Lirika nuk është këto, po në qëfë se do një moni me arë me pika një kafe. Mas je mundu me arë dëri të dera, besoj që edhe Lirika nuk vanohet. Po hy. Urnagje, Shaban. Si e një mirë? Po mirë. Familjen vetë? Mirë tani është. Bje shumë mirë. Ti këtu po banë, në? Po, unë jem shoqja e saj, Kaltrina. Shoqja? Po, shoqja. Që kur krejt u shdokën? Ku ka shkuaja? Ka dal pak. Në kohën e fundit nuk është hiç stabile. Qysh s'është stabile? A që Shaban qetësoj, që po ta marrë një gotë ujë? Lirika ka kalu shumë sene njëtë, më shumë se që duhet. Aja gjithmonë ka e fortë. Të fortit gjithmonë lodhen, ma shpejt, o Shabano. Më kanë kallëzu që është shtatë zonë. Po, A din ti i kujt është fëmia? kjo është puna që as vetë ajo nuk është e sigurt. Çka po thu bre? Jam gati flas drejt, pa kur çfarë zbukurime. Lirika u kon shumë gjendje të keqe. E vetmume, e lëndume, pa kur çfarë mbrojtje. Sa është stabile kohëve të fundit? Çka po do me thonë ti? Mos po thu diçka shka s'duhet. Jo, absolutisht. Veç realitetin jam të folë. Ajo nuk e ka pas kërkanin. Edhe njeri kur jetë vetë, pa tjetër që buhet e dopt. A je ty dyshu që fëmia nuk është i ardhjonit, a? Nuk e di jo në aty. Po jem ka të thëmë se qysh është gjendje. Kjo është fjallë e rënë. Edhe situata është e rënë. Po pse po dhe me dore e jashtë vendit? Po këtë nuk ka jetë për të. As punë, as siguri. Dhe pa tjetër me këshur me dalë jashtë. Unë jam mundu. Mja gjetë një vend të punës atje dhe me vazhdu jetën prej fillimit. Jashtë vendit? E ardhjoni? Shem ka të kuptoj, çka me ardhjonin? është baba. Nësa është baba. Shaban, Lirika nuk ka nevoj për gjykime. Ka nevoj për mbështetje. Mbështetje pa familje. Familja e la vetë. Ti flet ma shumë lirshëm se për sene që takojnë ty. Po dikush do të me folë, Shabano. Kur krejt ju tjertë keni heshtë. Unë i kom dalë mbrojtje, Lirikës. Edhe për atë arsye kam drejt, sot për me folë për ta. Ti si e veç shoqe. Jo, nuk jam vetë shoqe. Jam edhe ma shumë se shoqe. Se unë jam ajo që i kum nejt afer kur ketë ju tjertë ja keni mbyllë derën.
edhe e keni lanë midis rrugës. Unë e jam ajo që e ku marrë ku më strehu, në banesë, edhe e ku majtë afër vetës. Po krejt po mdu këtë që ti është i dikun. Po, Shabano, jam të shty, drejt në bjetesës. Nëse fëmija është i Ardianit, a i ka drejt me ditë. E nëse nuk është? Atëherë e vërteta del. Ditën e mirë. Ditën e mirë? O, qele, o, fitim, qele. Që se qelë do në më kupë krejt. O, qele njerë, o, fitim, qele. Qele së më kupe. O, nale, birë, nale. Heq më stanine, po se kam jetë më nalën, desa ta qelë qëti telefonin. Ku? A një vale 900 kam qelë. A është normal, mërë kë? Alo. Qa bo për kjo puna ju, që gjithmonë po të shtëni? Ja. As i punë se këni kry që shdohet. Kur? Dhe hajdi se ju pres të veni këtës. S'kim shka diskutujmë hiç kur gjo ma shumë. Emanuel, në dy du të me folë diçka. Po, fol. Shkurt, nduhen paret e tjera. S'ka pare tjera. Qysh s'ka? Sepse marrveshja u kry. Unë e kom botë emën, edhe ti e ke marrë ato shka të ka taku ty. Cila marrveshja u kry? Marrveshja nuk u konë që kja, cila pëllë thu sot. Marrveshja ka më njeftu liriken. E njofta, fond. Emanuel, po situata ka ndryshu. Situata jote, jo e jamja. Nuk është mirë më bo naiv. Te e di fort mirë që kam të rrezikuar. Unë s'po rrezikoj kur gja. Ti po rrezikoj. Mos harro veç, je njoftu me një gru të martume, edhe besoj që ka që mjafton. Unë njoftua me liriken, e jo me problemet e saj. Dhe po të thamë drejt, aja ishtë një grua ndershme. E ndershme. Mor Manuel, ti nuk e din as gjysën e historisë saj. Po më vjen mu se filmi vjetër. Si ditët kur gjithë shka ishte tjetër. Kur Lirika ishte nusja ime e vogël. Aja që në gjdëm me në gjes me thashtë babë. Aja që me bënd të zemrën me rrash shpejt. Nga busqeshët të saj. Qysh djali jem, Ardiani, ma sollin shpi. Ka qenë plët lëmëtëri, plët shpresë. Gjithë shka duket si dje. Kafën e mëngjesit, zërin e saj ku me thashtë e babë, krejt ishte e bukur.
si një ëndër që nuk dënë me uzgju. Por, aja ditë kur e parë Diani që lirika e tradhtoj, ai shikim, as me kalajmu më prej asaj ditë. As një fjallë, as një shenë, thjesht, heshtje, dhe një dhimbje që s'mund ta shprej. E di mjaftu shumë. Dhe mjaftu shumë e po që aja është një njeri e jo mjetë. Po më duket se e ka fol pak si shumë për dikën që s'ka lidhje. Kam lidhje morale. Kjo kryen punë. Unë e di veç një më të thonë, mos bë gabime më rrështu kundër me. Unë s'jam kundër teje. Unë jam jashtë lojës. Shumë lehtë je ka e merë këta. Ama kërkush nuk mëret me dalë për lojës, pa lejen tëme. Katrin, lirikës i ke ba mjaft dëmë. Dan, pa jo, mos të shakon unë s'kish pas kur gjepa. Aja kishte vetën. Ti veç e ke shfrytzuar. E unë e qka në qëfë se të regoj se qka ke bo ti, Emanuel? Pse çka kom bon? Ti, qka ke bo, a? Apo do më të regu unë, apo kishe spedin ti se qka ke bo? Po që ke ndërmjetësu, që ke marrë pare. Po për njoftim, e jo për shkatrim. Ligji nuk e dallon këtë hullsi. As ndërgjegja jote s'dallon mu. Emanuel, ndëgja mirë. Mu më dohet paret sot. S'ka. S'ka? Atëre shofmi pra. Shantazhi është rruga pa kthim. Unë s'kam ku për mu këthy. Gabim, ti s'pa don me u kthy. A je ka menen që Lirika ka me të falë tyje? Unë s'po lipi falje, veç për mbroj një njeri që se meriton këtë ferë. A di ti që ajo është shtatzane, e vetme, e dopt. Po, aja është atë zonë, prandaj edhe është më e fortë se ti. Ki kujdes, Manuel. Unë nuk kam frikë për i mi djek krejt. Atëherë ki kujdes edhe ti, që kur i dje krejt, jetë veç me hire. E kjo bisedë mbaroj. Mor Manuel, kjo punë nuk kam baru këtu, jo. Po veç ka fillu. Sa herë më ndaj para ditë, me duket se çdo gjë ka qenë e gënjur. A ishte lumturi apo vetëm një iluzion për mua? Dhe tani unë jam këtu, vetëm me mendimet e mia, me kujtimet që djegin brenda, dhe një të ardhme që se di ku shkon. Ah, Lirika, vajza ime, sa shpejt u kthy gjithçka, nga buzëqeshjet në lot, nga premtimet në zhgënjim. Si mund të ndosh që çdo gjë që e do, çdo gjë që e mbar në zemër, të thyhet ka shpejt? Si mund të humbës gjithçka vetëm me një tradhti? Por edhe pse zemra më thot me urrejt, unë nuk muj me harru. Nuk mund me i lanë gjitha ato ditë të lumtura. Sepse edhe në atë lumturi kishte dashni, kishte shpresë. Dhe tani, ndërsa shikoj për rreth, dëgjoj heshtjen që më kujton se gjërat nuk janë më sikur dikur. Vetëm kujtimet, vetëm dhembja dhe mërzi që nuk ka fund. A, more fitim, a bash tash ma gjeti momenti për mu zhduka. Ama jo bash që tash për mu zhduk, jo, sës është momenti mu zhduk ti.
Jo, s'di që e ka bën kështu. Falja në qenë. Fitem që e ka bën bre? Ka pe ke telefon se kur puna ma keq nuk o kon. A i të ditën qëfar stresi më ke lanë ti mu që i ke dhe shdu kush kështu. Edhe pa pik ftyre për ma mshel telefonin. Ka për më reburt mirë mi vesh? A një kështë i në kontrol. Ku është kontrol ata është ofitim, që le telefonin edhe përgjigju. Po ta thiri Lorika në njëherë të këqyri, se ku është Lorika? Këqe edhe kjo telefonin mshel. Qa ka bot më revlasë kur me pas bo me plan mi mshel ke telefonat. A thu ku është kja? Ja, dhe i bashkë që shtë s'kum dashtën. Që më je puna mu që shtë më mshel ke telefonat. Unë nuk më dasht me tut pak. Po më do këtë sekret ma këthënë në shpinën edhe më lanën vetë. Qetësaju, Kaltrin, qetësaju. Ti nuk je kja, ti nuk bën mu tut. Se unë nuk jam fajtore. Ajo ka zgjedh vetë. Vetë ka zgjedh. Vetë shkoj me Manuelin, as nuk erdh me mu me pi kafe bile. Ku është ajo? Edhe çdo marrëveshje që e kum pas, i kum thonë, me pas të paktën e sigurit e ajo. Nuk kum dash bashkë kështu. A mëse kum shti shumë lugave. Fitim t'lut na ku je. Jep e veç një shajt, paktën t'a di që je mirë, je një gjallë. Qa është kjo punë kështu që mi keni mshel telefonat? Valoj nuk është në rregull, kështu nuk e din as vetë çfarë panike dhe çfarë stresi më ka kap. Lorika s'është kërkon e kam mshel telefonin, te e ke mshel telefonin. Më keni lanë krejt vetë, nuk jem ka di as që e më ka bëj. Se di qa u bu kështu, Emina e din. Emanueli në rrugë. Shabani po dyshan. Kaltrin që ke bo kështu. Ke nis me bo një plan me fitu. Pa u lodh. E tash lodhu Kaltrin gjoj zgjidhje. Gjoj zgjidhje dhe dilpi lugas që ke hinë lugë. Ka njerë pare të leta po janë të mira. Po gjithmonë po janë me prapavija. Diçka jem të nje, që është ka shkan keq. Qa bu kështu ku me vetë. O, zonja Emine, hajde. Po e kërkoj Lirikën. S'është Lirika këtu. Edhe më do këtë se njerë ta kumë të rjekë brejtjen, të kumë thonë që nuk i qka lyp ma marrë këtu edhe me lyp ti Lirika. Këto e di. Pyetja është me ditë ku është ajo. Hajde në mrena, se po të një kushia, diskuta mrena qa ki për me diskuta. Banesa pas ka ndru stel. Jeta mirë po ecë për ty. Çka po do me thonë me këto? Që dari sa Lirika po zhdukët, ti po rahatohesh. Mos gabo më mi lidhë sene që s'kan lidhje kështu. Lirika s'po lajmërohet që 3 ditë. Telefonin e ka të nalën, ti je personi i fundit që e ki po. A e ki plan mullë se pa më rrengë kështu si dili për mi kry. Ullu. Edhe qka për do me thonë në që son jam konë personi i fundit që e ku po? Pasaj ti duhesh më ja përgjigje. Unë ty përgjigje.
Unë nuk jam nana e Lorikës. Jo, po ke vepru ma keq si një none keqe. Ti qika mirë. As nuk din se qka i ka vullë. E di mjaftushëm. E di që ki bu dallavere me jetën e sojna. Mori ti, kujdes se qka i ka vullë. Jo, ti kujdes me veprat. Ti e ki shty lirikën ku s'duhet. Ti e ki shty lirikën në rësirë. Ti e ki përdor lirikën si pore. Ej, nuk u kona jo bash e pa feshme. As njëherë nuk u kon kriminele. Ti po sillesh si e tillë. Pse a kina i prova? I kam ndjenjat. Dhe ato kur s'm kanë trastu. Ti e ki lu me një gru 7 zonë. A e kupton që s'po t'vjen morre. E bre qika e mirë. Unë asoj këm dosh dhe veç minimum. Ndim që paguhet për shfrytëzim. E po, aja nuk u kone zoja me marrë vendime për jetën e vetë. E atëherë pse i more ti vendimet për ta? Ne e moj e mine. Alan nuk e din të çfarë presioni kom pasu. Presion? Ti presion. Po Lirika çka ka pos? Ajo ka pos frikë, ka pos turp. Edhe një fëmijë në bark kërkon tjetër në krah. A beson e min që s'po du me full ka të shumë. Po të vez ku është Lirika? Lirika. Nuk e di. Mos më raj. Po të betona që nuk e di sakt. E se ku është. E kush e den? Ftyra? E kum dit. Ndëgja mirë se po tëmë. Nësni që e përmen. Që temër. Atëherë pse e ki fut në jetën e saj? Ajo vetë ka dorë gjithë shka. Qatë se i ka dal jeta pi kontrolit. Jo, ti e ki mojt kontrolin ndër sot ka shërby. Nëse Lirika zel për këtu jetë, unë të betona që s'ki vend ku unë shef. Qika jam e vogël. Ti po më kërslana. Jo, po të paralajmëroj. E ki edhe një shans me ma thonë të vërtetën sot. Nalo, që dola une, përsa je këtë? Jo, jem këtë pjesën kënej ka por ku dola, t'lut në mësovana shumë, o kry? Haj se që shtu jem të ecë kadal kadal. Kaltrin! Offa. Emanuel, Qysh më që sa ditë s'm kena emru për Lirikën. nuk jam në gjarje kur gja për këtë punë, pa hajde këna ka një cigarë shtë dhe bojnë Allah. Emanuel, që je? Leje qysh jam unë, po ku është Lirika? Nuk di unë, nuk jam në gjarje për Lirika. Kalzëm ti mu, ku është Lirika? Nuk është arsye me thirrë mashtrime. Ti as po të regon ku është ta, qka është puna. Dhe ku pikëthen qëto pore. Cilat pare? Cilat pare po lypë me t'i këthyën ty? Paret, unë ty me t'i këthyë? Jo, nuk i kam e më, vaj. Paret. Kaltrin, ti nuk jetu i kuptu. I kom hup një të dashur. Të dashur? Emrin e ki dhe besoj që e din. është Lirika. Lirika e s'mu ka dashura lejmu jote. që sa ditë. Shka i ka bani ju dy që Mos tu. ta shtlut namaz. Hajde, Adja Shaban. Hale shala. Shka i ka bani ju dy që tu. Adja Shaban, po unë. Që ta është në herë kë Shaboni. S'po ki tërp heqa. Dhe ti ki me sqaru ku është Lirika. Edhe mi këthen paret e mija. Pse qka? Unë Kaltrina. Qka po falin këtë mjë, ha? Adja Shaban, unë kur gja. Unë nuk di ku është Lirika. Manuel, unë paret nuk i kam. Po pra, ti po ka të zënë histori. Kom hup një grunë.
Dhe ti e ke zhduk liriken. Po, qysh, qka e një ty thoi ju? Unë sens më kuptoj. Emanuel, unë nuk e di ku është lirika. Mos më pajsoni për diçka që nuk di. Mos mba bodol. Ti e ke pas kontrol, edhe e ke di çka po ban me ta. Lirika, po shtatë zonë, po qka është të ndodhë me këtë qikë mërëzët? Unë e përbes nuk di qa mi u thonë mo. Unë kretë qka po ta mi u thonë ju thash. Nuk e di ku është lirika. Ti e ke pas pisi për jetën e saj. Po si e dalë me thonë kur gja. Po paret që ti kom dhonë, janë Paret nuk janë shfrytëzim. Kaltrina, qka e ty thonë? Qka po fëni për lirikën? Qa ka ndodhë, bre? ma shpirt qetë nuk ka. Po ti e ke trastu liriken. E une, s'po e pranej këta. Agja Shaban, unë nuk jam ngjarje për kur gja. Unë nuk kam. Kaltrin, lirika shtatë zonë, e qësh po unë i me lu me to kështu? Po e thash, ti e ke hub kontrolin çdo gjë. Tash, edhe ky Shabani e ka kuptu. Po ku është vajza? Deri ku ka shku? Shka i keni banë? Nuk di jo na është Agja Shaban. Unë nuk e di ku është lirika. Ti s'kemi mbajt ti sëri ma gjatë. Tani gjithë kush e din. Kaltrin, tregove sinqert, ku është lirika? Agja Shaban nuk e di unë. Unë e ku marrë s'disa herë në telefon. Nuk mu ka lejmëru asë mu. As nuk e di ku është, as nuk e di ku ka shku. Ti kemi kthy krejt paret. Edhe kemi tregu çka u bë me ta. Unë e s'jam të i kuptu kur gjo. Qa keni bo me rente? O Shabano, sa herë do të më thonë unë ty? Unë po të kallëzoj që nuk e di ku është. Kur gjë s'kena bo me lirikën? Kjo histori nuk mbaron për pa e paguar. Që qa për thëmë, ju dy nuk keni me luën me jetën e lirikës. Edhe ti ke montë. Hajde ti. Fal ftyrë. Qa i ka dënë ti tash? Mos volojnë më me mu. Çfa lojnë em të bone? Ku e ke zhduk lirikën? A jetë e po Kaltrin? Se s'ke kallëzu për ftyrën. Ku shon këtash, ka hna dullë. Qështë e nje ky lirikën? Plak, nuk është më nënësi për ty tasht. Kaltrin, mos më shaf ma. Ftyrën dëgjo mirë qa pyeta. Këto në vëdyve ja spjegova shumë mirë. Edhe ty po të them. Nuk e kam lirikën kurkon. Nuk kam kontakt me lirikën edhe ju kisha lut vetë s'le në mqit. Mos më raj, Katrin. Po ka ca ku e kem shef lirikën. A merr një mërë e vesh jo? Unë e shqip jam ka flasë. Nuk e di ku është lirika. Apo e shetash? S'ki ku me ikma. Llogari ki me dha për çdo sent. Kaltrin, ku shokë? Qka të ndodhë me nusën e djallit tem? O Shabano, kjo është Emanuel, kjo është ftyra. Nuk e di çka është ka ndodhë dhe ku është nusja jote. Nga tasht, mos më raj ma. Qëto rran e jotja, ata shëtutje ka me paseve pasojat mlaja. A jetë e po? Gjithë shka ku me dalë në dritë. Kaltrin, a je me mu, apo më tërgani qka të ndodhë që të? O Shaban, si sa herë jem t'ju thonë, se s'po kuptani. Nuk e di ku është. Nuk e di bre ku është? Katrin, nga mireve njëra. Bëdh më me lojnave mos raj, po ka të ku e kem shef lirikën. Këshyre ftyrën. Kaltrin, mos luj as me jetën tem, as me jetën e sajna. Kaltrin, çdo gjë që ka ndodhë tash do të me tregu. Katrin, nëse nuk fol tash, kjo histori nuk më konë heqë mirë.
Për ty. A një të marrë vesh bre, jeni ka dëni më më tranu, që se her jam të full. Nuk e di ku është Lërika. Që se her du të mjë folën e juve, Shqip jam të full. Nuk e di ku është Lërika. Nuk kam lidhje kur gjë për Lërikën. A jetu e po, gjithë shkat ka dollë jashtë kontrollit. Kaltrin, mos në moj më nërësirë. Trego ke qka ka ndodhen me Lërikën. Kaltrin? Ko edhe ti mongi kje. Hajde! Po, erdha, drejt e ti, me ta po që të ftyrën tënde. Edhe ti e din ku e ke që Lërikën. Kaltrin, qka ty ndodhë? Qka ke bo me atë qikë? Unë e di që ti e krejt fajtor për Lërikën. Krejt këto e dina që ti ke rajt. O jo bre, nuk unë pas kur qëfar qëllimit keqëna. Hajde fol, mos guzo mu më shef mas ranov. Tash këtu ato e po se cili që ti ki faj, për çdo sekund Lërikës. Kaltrin, mase më homo, po qka ke bo me nusën tem? Unë? E ku mojt bre Lërikën? A gjë Shaban, që kom fajnë ti që e ke qitë Lërikën me gjithë djallin të pishpis? Bëll mo, e kum dit krejt që kom ndodhë që shto. Ty rajt, plot sana. S'ki menu kur për Lërikën te, veç për pare. Po të betona që kjo punë s'ka me mitë që shto. Nalo. Pa i mirë bre. Që të e ndalim park pak për pilit cigare për relakson. Shabune për qatë punë? Jo mërë do të me startu gjithë qysh se jam jetë pa pare, kam nevoj për pare, gjithë qysh do të. Që vi edhe në qëtash? Edhe takujna, po unë e punën të akry gjithë qysh. Që dhe qëllë nuk e kam problem për kësi punë. Shumë shpejt i kry. Po, veç pare du të më konë sigurta. U kry, heq më stalin. Heq më stalin, që qëtash edhe pak, unë për një 10 minuta, ama që shumë të jema. Hajde, përshëndes edhe kaljo shmi. Qa. Hajde, të më tha. Ani kjo punë, s'ka me përfundu këto. Cukla e vogël.